Qyteti i Elbasanit ka mbyllur me sukses javën olimpike, një aktivitet që përfshiu të gjitha shkollat nëntëvjeçare të qytetit dhe solli në qendër sportin, energjinë dhe frymën e bashkëpunimit mes nxënësve. Aktiviteti përmbyllës u zhvillua në kompleksin sportiv Shefqet Lamçja, ku qindra fëmijë morën pjesë në lojra dhe gara nga disiplina të ndryshme sportive. Drejtoresha e zyrës vendore të arsimit të Elbasanit Saliço vlerësoi angazhimin e shkollave, mësuesve dhe nxënësve duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve sportive në formimin e brezit të ri. Filloi para një jave me ndezjen e pishtarit olimpik, pishtari i cili u përçua në çdo shkollë të zyrës vendore arsimore të Elbasanit, i cili simbolikisht shënoi fillimin e një jave me lojrat olimpike në të gjitha ambientet e shkollave tona. Kanë marrë pjesë të gjitha moshat, kanë marrë pjesë të gjitha shkollat, dhe sot jemi shumë të lumtur që në këtë ambient të përbashkët janë lojrat dhe numrat më të spikatur, më të mirë nga të gjitha ekipet e shkollave tona. Sot jemi në këtë ceremoni përmbyllëse, e cila është si një festë e një jave të tillë me plot aktivitete që ka gjallëruar jetën shkollore nëpër ambientet e shkollave tona. Një rol të veçantë në organizimin dhe mbarvajtjen e javës olimpike patën mësuesit e edukimit fizik, të cilët punuan me përkushtim për të përfshirë dhe motivuar çdo nxënës. Sot është dita përmbyllëse e javës olimpike që po zhvillohet në ambientet e sportit vjetër, ku po marrin pjesë gjitha shkollat e qytetit të Elbasanit. Edhe shkolla sulmësiri sot përmbylli aktivitetin, gjatë kësaj jave organizuan lojra të ndryshme lëvizore popullore, ndeshje futbolli dhe basketbolli. Synimi i kësaj jave olimpike është që të afrojmë sa më shumë nxënësit me sportin, t'i largojmë larg veseve dhe të merren sa më shumë me aktivitet fizik. Java olimpike në Elbasan u kthye në një festë të vërtet sportive, duke dëshmuar se kur shkolla dhe sporti ecin së bashku, krijon mundësi të vyera për edukimin dhe zhvillimin e shëndetshëm